Mirëmëngjesi, përshëndetje të gjithëve. Si jeni? Si po kaloni? Sa ko vajtëm pa u parë kështu live? 2 javë të mira, po e po? A 10 ditë 2 javë, po. Më shkruani pak si keni kaluar këtë periudhë. Unë në fakt doja të hyja live sepse në mbyllje të këtij viti, në fakt 2025 ka qenë një vit shumë zvarritës. Kur them zvarritës, e kam fjalën për shumë gënjeshtra që i kemi thënë vetes, shumë herë kemi bërë përgjegjës të tjerët për gjendjen tonë. Edhe për këtë arsye duhet që mos ta zvarrisim në 2026 në këtë gjë. 2026 është viti 1. Në numerologji është numri 1, është cikël i ri, është fillim i ri, është kapitull i ri. Edhe është ridrejtim, është rifokusim të gjërat që vërtet janë në harmoni me kontratën tonë. Kështu që për këtë arsye dua të sigurohem që të ridrejtoj ata njerëz që nuk e kanë aftësinë ta bëjnë vetë, ose nuk duan ta bëjnë vetë, kanë shumë rezistencë ndaj transformimit, ndaj ndryshimit. Se më hikin këto, më s'po i kap dot komentet. S'po i kap dot. Qa ka ndodhur? Jo, s'ka ndodhur asgjë, jam në live, po s'po, pse duhet të ndodhi patjetër diçka? Patjetër duhet të ndodhi diçka. Rifillo vitin nga e para. Qetësi, fokus, qartësi, vizion, potencial, vetbesim, jo më shtirje, jo më buzëqeshje të kota, jo më grimca drite të sforcuara, jo më dashuri në vendet ku nuk takon të jetë dashuria, jo më shtirje për dikë që nuk je, jo më zvogëlimi vetes. Fokus, qartësi, këmbgulje te vizioni yt. Restart 2026. Po bëj disa vite që nuk bëj me programe për fillim viti. Do me thënë, 2024 për 2025, jo e jo. 2023 për 2024, jo e jo. Hera e fundit që bëra ishte Spanja, 2022 për 2023. Kur isha në Spanjë që bëra live-in në mesnat, bëra të plani se si do e vazhdonim 2023-shin. Dhe unë ju përmbajta planit që bëra me ju, se unë atë që bëj me ju, e bëjta për veten time. Ju përmbajta 2023 që ishte një bombë, suksesi pa diskutueshëm në shumë aspekte. Vazhdoj deri në 2024, në fillimi 2024, se pastaj çdo gjë ishte drejt zvarritjes. Linda të përqafoj. Dhe këto plane që unë bëj, si në rastin konkret Restart 2026, janë plane që të ndryshojnë jetën. Jo ty, jo mua, por ati që vendos që do ndryshoj jetën. Çfarë kam bërë është kjo? Shumë e rrezikshme kur ti mësohesh me zvarritje për shumë gjatë. Kur ti për shumë gjatë zvarritesh, e lën bazdore aspektin tënd emocional, e lën bazdore vizionin e ëndrat e tua, të qëllimet e tua, e lën bazdore mundësinë që ke për të qenë vetvetja, e lë bazdore atë gjë që t'jep kënaqësi dhe lumturi. Kjo është e rrezikshme sepse të bëhet zakon. Dhe në momentin që të bëhet zakon, ti jeton si dikush që nuk je, ti sillesh si dikush që nuk je, ti mendon si dikush që nuk je. Dhe kthehesh te programimi i vjetër. Shumë nga ne kanë punuar nga 2020 deri në 2024, punuan shumë. Dhe kur erdhi 2025-a, sikur u gjunjëzuan, u rrëzuan. Dhe shumë njerëz e kanë përjetuar këtë gjë si rikthim të e vjetra, por nuk është rikthim të e vjetra, është pastrim i rrugës. Gjithmonë kur pastrohet rruga, që në 2026 ne të jemi vetja jone vërtet. Ne të jemi ata për të cilët supozohet do jemi sipas kontratës dhe marrëveshjes shpirtërore që kemi. Sigurisht që do ndihet sikur ti e humbet rrugën, do ndihet sikur gjunjëzohesh, sikur rrëzohesh. Sepse kjo është vetëm një mënyrë që ne ta kthejmë fokusin në brendësi dhe të kuptojmë çfarë ka vërtet nevojë për të pastruar, për të larguar dhe për të ndryshuar.
Kjo ka qenë në 2025-ën. Ka qenë viti i pastrimeve, viti ku ti e ke bërë gati atë rrugën tënde, duke lënë brapa sjellje, bllokime, pasiguri, frikra, modele të menduarit, mënyrën se si e ke, domethënë lloje të ndryshme të perceptimit që ke pas ndaj situatave të ndryshme, si e ke parë ti jetën ose situata të ndryshme. Dhe deri diku e ke hap atë rrugën, imagjino se ku një shteg e ke pastruar, e ke bërë gati që në 2026 ti jesh kështu zjarr, drejt vizionit, drejt qëllimeve të tua, sepse vetë 2026 është i tillë. Është viti që ti ecën, imagjino atë kalin që vetëm ecën, kalëron dhe nuk di të ndaloj më, kështu je ti në 2026-ën. Por që ta bësh këtë gjë duhet të dish ku do i hedhësh hapat, si do i hedhësh hapat, si ta ndërpresësh ciklin e vjetër të 2025, sepse është shumë e rëndësishme të dim si të shkëpusim një cikël energjie. Fillimi i vitit është mbyllja e një cikli energjie dhe hapja e një cikli të ri. Dhe duhet të jemi të aftë të dim ne se si ta bëjmë këtë gjë, shkëputjen. Duhet të shkëputesh nga e vjetra në mënyrë që të ecësh drejt rrugës së re. Restart 2026 për këtë është. Është një lloj energjie që mua më kishte marrë malli, të them drejtën. Më kishte marrë shumë malli për këtë lloj energjie. Në 2023 ishte hera e fundit që e kisha këtë lloj energjie. Një shkëputje e frikshme nga zhurma aty jashtë. Kur them shkëputje e frikshme, do më thënë tani edhe sikur nuk e di të ndodhi një tsunami, të rrihen njerëzit aty në rrugë, sikurse po bënin një sherr që parë. Me të ndodhi çfarë të doj, di këtu nuk e di, cilët keq me mua, vajzat e qajsit që janë të gjithë mëngjesin. Unë jam komplet e shkëputur. Jam e shkëputur, nuk jam aty, jam këtu lart. Dhe kjo shkëputje ka ndodhur vetvetiw, po dhe me shumë punë nga ana ime. Dhe kjo lloj energjie që unë jam e shkëputur, ndihmon jashtëzakonisht shumë kur unë tregoj hapat që do ndjekësh ti, studentët e mi, sepse jam shumë e ftohtë, e shkëputur emocionalisht nga situata. Nuk e përjetoj me emocionalisht, e shikoj në mënyrë shumë të thjesht robotike. Kjo është e tepër, të shkëtu, hiqe. Kjo duhet të jetë këtu, vendose. Po unë ndjem keq se ky është familjari im, s'ka, nuk ka ndjenja aty, s'ka ndjesi. Ka vetëm veprime që duhet i bëjmë. Kjo nuk do të thotë që ne do jemi njerëz të ftohtë dhe as pak empatik. Do jemi empatik, po do nisim nga vetja, sepse ne na kanë gënjur për shumë gjatë me këtë idenë që po fillove të mendosh për veten tënde, je egoist. Po fillove që të lësh njerëzit mbas dore, mos të bësh për njerëzit, nuk është gjë e mirë. Jo, shumë gjë e mirë mos të bësh për njerëzit, duke nisur të bësh për veten tënde në fillim. Kush tha që jam e detyruar unë të bëj për njerëzit dhe të lë veten time mbas dore? E thanë ata njerëz që kanë përfituar për shumë gjatë nga kjo gjë. E po të hecin. Nuk më intereson. Mua nuk më intereson të lë veten time pas dore që të përmbush egon e njerëzve të tjerë, sepse ajo është ego, dhe unë të ta tregoj këtë rrugë ty, duhet ta kem bërë vetë. Dhe më në fund e bëra për të disajtën herë vetë. Dhe jam gati tani më shumë se kur të udhëheq ty në 2026-ën. Jam ringritur shumë herë, po sa herë jam ringritur, kam marrë mësime të reja, të cilat shtohen dhe mbi vendosen të mësimet e vjetra. Dhe mësimet më të freskëta që unë kam marrë ka qenë këto: mos e zvogëlo veten që të tjerët të ndjehen rehat në dembelizmin e tyre, në pasivitetin e tyre, në egon e tyre. Mos e zvogëlo më veten për asnjë njeri. Nëse njerëzve ju ngacmohet dembelizmi dhe egoja nga gropa e tyre e divanit, se ti je këtu lart dhe shkëlqen, lëre ta përtypin vetë helmin e tyre. Nuk do e zvogëlosh ti veten për asnjë njeri dhe pik. 2026 është zjarr, jam unë dhe vetëm unë. Janë ëndrat e mia. Kush ngacmohet nga fuqia ime, të shkoj të fuqizoj veten ose të marrë një tek e uthull dhe ta pi. Nuk është përgjegjësia ime të ngushtoj veten time, jo. Restart 2026, seminari i vitit. Seminari i vitit 2026, po do e bëjmë që tani në 14 dhjetor 2025 që ti të bëhesh gati. Është seminar. Titullin e ka seminar, po është rrugëtimi jete, rrugëtimi një vit i rresht i 2026-s. Kur unë them do të çojmë të bëj fitness, do të çojmë të bëj fitness. Kur unë them do i them jo, një personi familjar, sepse po merr energjinë, do i them jo. Kur unë do i them stop dikujt që mundet të mbuloj ato me dështimet e veta të jetës, sepse ato zgjedhje ka bërë zgjedhje zvarranike dhe mundohet t'i mbuloj duke thënë me se të gjithë kështu jemi, jo, më vjen keq, nuk jemi të gjithë kështu. Je ti kështu, unë jam këtu lart. Mos jam ashtu. Pra mos të përfshihemi në ato energjitë zvarritëse të njerëzve të tjerë që t'i bëjnë të tjerë të ndihen mirë, mos të ndihen vetëm. Jo, më vjen keq në errësirën tënde je vetëm. No way, nxora veten në dritun. Kam punuar unë. Qëndro aty në errësirën tënde.
Kështu që 2026 është diçka shumë personale, për mua si Jona. Është shumë personale sepse i detyrojmë fëmijës tim të brendshëm. Është shumë personale sepse i detyrojmë kësaj Jonës që shumë veta e braktisën, që shumë veta nuk dinë se ta përballojnë, që shumë veta filluan ta gjykojnë, kësaj Jonës me shumë kile mbi peshk, kësaj Jonës që i mbijetoi furtunës më të madhe të jetës, jam unë, yll, dritë, shpirti bukur, i detyrojmë unë vetes time. Dhe kush ngacmohet nga kjo gjë, rrugën, hec nuk më intereson, i detyrojmë unë kësaj. Ta nderoj unë tani këtë Jonë, këtë trup, këtë shpirt të bukur, këtë mendje, e nderoj tani në këtë fazë të jetës. Për një vit e di unë si do jam. Jona, sa trup të bukur ke Jona, sa mirë. Mbyllë gojën mbas një viti, tani i detyrojmë kësaj Jonës. Mbas një viti e di unë, nuk më interesojnë, sepse nuk e bëj për këto, e bëj të nderoj këtë. Dhe kjo e meriton të nderohet. Për sfidat që ka kaluar, për luftën e heshtje që ka bërë, për lotët që ja ka fitur jastëku çdo natë, për vetmin që ka përjetuar. Jam unë për veten time, jam unë dhe vetëm unë. 2026, ristarti i viti 2026 është shumë personale, është kthimi i fuqisë time, është kthimi i potencialit tim. Do të më shoqërosh? Hajde. S'do të më shoqërosh, ti do ngelesh aty ku je dhe unë do jem shumë lart, shumë para unë dhe shumë të tjerë. Është krijuar një grup shumë i madh, shumë regjistrime, shumë njerëz që duan të kujtohen ku e lashun në 2023-shin. Qa libra lashun për gjysëm, qa trajnime, qa ëndra lashun për gjysëm, cili version të vetes time lashun për gjysëm. Të njëjtën gjë ke bërë dhe ti, kanë bërë shumë njerëz. Kjo ka rëndësi, ku e lam ne, çfarë lam ne për gjysëm, që ta vazhdojmë aty ku e lam. Nuk mund të braktis çdo version të vetes time sa herë kaloj sfida. Jo, unë kaloj sfida, po versionin e vetes e marr me vete. E nderoj. E nderoj vazhdimisht sepse meriton që ta nderoj. Sepse askush aty jashtë nuk do ta nderoj. Të nderosh ti veten tënde. Fundja, kjo jetë nuk është garë. Kush tha që kjo jetë është garë? Kush tha që në këtë jetë ne duhet të vishemi në këtë mënyrë, të kemi këtë lloj forme fytyre, të futemi në këtë lloj kallëpi, të jetojmë për të tjerët, të dukemi bukur te të tjerët, të ofrojmë gjërat që ti s'do t'i dëgjosh, por që ty të ndihmojnë të zgjohesh. Ti ke nevojë të zgjohesh. Mos ta lejosh me atë kunatën Dembele që rri gjithkohë me telefonin në dorë edhe duke u mburrur te të tjerët, ta lejosh të bëj edhe ty si veten. Pra që mos të ndihet ajo keq të rri dhe unë në nivelin e ansaj. Ti nuk mund ta lejosh atë prindin që takohet për motrën apo për vllajin që nuk është mirë nga gjendja ekonomike, nuk është mirë nga gjendja emocionale kur ti ke punuar shumë në jetë që ti jesh mirë. Ai prind që gjithë jetën ka parë atë motër ose vëlla dhe nuk të ka parë ty, nuk mund ta lejosh ti me atë prind që të fifi dritën tënde energjinë jetësore. Atë burr apo atë grua që ti ke në krah që kënaqet duke parë televizor dhe duke luajtur PlayStation dhe pret që edhe ti jesh një parazite Dembele në divan si ai, nuk mund ta bësh ti të ndihet mirë, se për ton prapa nice aty të punoj me veten. Mjaft më. Nuk je detyruar të bësh askënd të ndihet rehat në dembelizmin e vet. Ti do I vësh zjarrin ëndrave të tua, do e ndezësh zjarrin e shpirtit, sepse kjo jetë ti ke lindur për këtë gjë, ti ke lindur ndryshe. ADN-ja jote është ndryshe, drita jote është ndryshe, shpirti yt është ndryshe, ëndrat e tua janë ndryshe. Për atë që ndihet kështu, siç e përshkruaj unë në këto momente, ai do vite seminari, ai do vite restart I 2026-s. Të shkodojmë këtë programimin e vjetër dhe ta programojmë nga e para atë çfarë na ndjen zemra ne. Duhet shumë fokus, I qartë. Duhet në 2026 ta pranosh që do jesh ndryshe, do jesh ai njeriu I çuditshëm. Ai njeriu I çuditshëm që bën ecje vetëm, ai njeriu I çuditshëm që lexon gjithmonë libra, ai njeriu I çuditshëm që zgjohet në 4 të mëngjesit dhe studion, ai njeriu I çuditshëm që ecën duke buzëqeshur, duke kërcyer, duke dëgjuar muzikë me kufje, ai njeriu I çuditshëm që shkon në palestër, në vend që të ulet në kafe, do pranosh të jesh njeriu I çuditshëm që të arrish aty ku do në 2026. Dhe mjaft u sollëm si turma, ti nuk je një dele më shumë. Ti je delja e zezë. Ti nuk je këtu të sillesh si turma. Ti je këtu t'i vësh zjarrin turmës me dritën tënde, t'ju ngacmosh demonët, t'ju ngacmosh egon. Por fundja kujt po intereson nëse do marrë zjarr turma apo jo. Unë jam këtu për veten time, për ëndrat e mia, për fëmijën tim të brendshëm.
Kjo është energjia ime sot. Kështu e ndjej ta prezantoj këtë seminar sot. Të lëm brapa çdo pengesë dhe ngarkesë që nuk na takon më. Ajo hija te shikimi me dyshim kur themi një fjalë, ti do thuash pikërisht atë që mendon. Ti do veprosh pikërisht ashtu siç ndihesh, nuk do tjetërsosh më ndjenjat, emocionet e tua, ti artikulosh ndryshe që të ndihet mirë personi që ke përballë. Nuk është detyra jote. Nuk është përgjegjësia jonë për ndjenjat e të tjerëve. Nuk po them të gjykojmë, të kritikojmë edhe të ofendojmë, them të kundërtën e kësaj. Po them që vetja ime e vërtet do shprehet aty jashtë ashtu si është. Dhe kush ngacmohet nga kjo gjë të vazhdoj rrugën, nuk është problemi im. Problemi yt është vetëm të jesh vetvetja. Nëse ti nuk je vetvetja, kthehet në një problem. Detyra jote është të jesh vetvetja ashtu si je, mbi peshë nën peshë, deformuar me rrudha, me thinja, nuk e di, ashtu si je ti me lek pa lek, me depresion, me traumat pashëruara, ti jesh vetvetja, sepse momenti kur ti guxon të shfaqesh si vetja jote, aty fillon ndryshimi, transformimi dhe shërimi i thellë. Kjo është detyra jote, ti jesh vetvetja. Se si reagojnë të tjerët ndaj kësaj gjëje? Kush tha që duhet ta aprovohet nga dikush aty jashtë, fjala që them unë, mendimi që jap unë? Më fal pak, ka vënë Zoti ndonjë juri që të konfirmoj dëshirat e mia dhe ëndrat e mia? Një situatë shumë e thjeshtë, supozohet ti je vjera ime, supozohet ti je kunata ime, supozohet ti je kolegja ime, supozohet ti je një e panjohur në Instagram, sikurse je, dhe më ndjek nga një telefon. Merr rolin këtë duash, zgjidh, do të jesh vjera ime, qëndro te vjera. Dhe unë them, 2026-ën, unë do i vë zjarrin. Dua të ndihmoj sa më shumë njerëz, dua të bëj grupe trajnimi çdo muaj, dua të bëj seminare nga afër, dua të bëj klasa fitnessi, dua të bëj të gjitha. Dhe supozohet ti do thuash, po më ti mirë e ke, po shiko se ke dhe një fëmijë për të rritur. Fëmia ka nevojë për nënën, duhet ta shikoj nënën aty në kuzhinë, me flokët këtu lart, top, duke gatuar, duke pastruar. Fëmia ka nevojë për nënën, duhet ta shikoj nënën aty që ti rri pranë 24 orë, puçi me, duhet ti fusi dhe ndonjë prapanicë se atë energji ka nëna. Po lër burrin se është punë e burrit ajo, s'është puna jote. Femra duhet të rrinë në shtëpi, një hekurosje, një larje, një shplarje. Pra një shplar nga trut mua më thot këto, që ti mund të jesh vjera ime, mund të jesh një panjohur, mund të jesh kunata ime, mund të jesh mamaja ime. Kush të ka vendos ty juri që të përcaktosh çfarë do bëjun me jetën time? Kush të ka vendos? Zoti nuk ka vendos dikë këtu që të na gjykojnë ne dhe të na përcaktojnë ne hapat që do hedhim në jetë. Kush të keqja për ty nëse un kam para, sukses dhe lumturi dhe buzëqeshje në fytyrë? Kush të keqja për ty? Pyet e vetë, ku e ke ti të keqja nëse un kam para, sukses, bukuri, lumturi, trup në formë, seksi, e shëndetshme, e fuqishme? Ku e ke ti të keqen? Ku e pe të keqen ti? Sepse është demoni brenda teje që nuk do të shikoj njëri tjetër mirë, sepse po ai demon po mbytet nga errësira dhe do dritë, po nuk e lejon veten të dalin në dritë. Njerëzit që po mbyten në errësirën e tyre nuk duan të shohin mirë, sepse duan ngushëllim, ta pranojnë që je edhe ti aty me ata, nuk jemi vetëm në lum, por jo. Ti nuk je këtu të notosh në lum. Ti je këtu të fluturosh sipër detit. Të fluturosh sipër detit, kështu. Jo të notosh, po të fluturosh. E kemi të qartë këtë pjesë. Seminari Restart 2026 është zjarr, është fuqi, është vizion, ka teknika. Do shkëputin disa kordone të rik, do shkëputin disa lidhje energjie me 2025-ën. Do lëm brapa shumë programime, shumë modele të menduarit, shumë bindje që nuk na shërbejnë me që duhet patjetër t'i lëm brapa. Do bëjmë një rrugë të mirëfillt, vizioni për të ardhmen, do bëjmë disa vizualizime dhe hipnoza të fuqishme. 3 orë intensive, transformuese, prandaj dua tani të shkosh te profili im. Është shumë e thjeshtë si do e bësh ti regjistrimit të seminari. Jemi këtu. Foto, ku është Instagrami? Foto te profili im në Instagram. Ky është profili im në Instagram. Do klikosh te linku këtu. Kliko te linku Seminari Start 2026. Jo, klikova tjetër nga bim, nejse. Seminari Start 2026. E klikojmë. Dhe hapet seminari këtu.
Do shkosh, ke biletën bazë, 49 euro, ke premium. Premium është 7 ditë, trajnim 7 ditor, nuk është thjesht seminar. 7 ditë rresh do komunikosh me mua për ditë në WhatsApp. Ndërsa kjo është bileta që ti do hysh, do marrësh materialet me PDF, do më ndjekësh 3 orë, do marrësh hipnozën e regjistruar, do me thënë do kesh shumë benefite. Dhe ndiq këtu, zgjidh këdo nga biletat, do biletën standarde apo do biletën premium. E zgjedh, e shton te koshi, paguaj me kartë, urdhëro zgjidh. Nuk di ti bësh këto, futu te WhatsAppi, porosit në WhatsApp. Kliko aty edhe të ndihmojnë vajzat hap pas hapi. Dua të futesh te seminari datës 14 dhjetor, dua të jesh aty me mua, dua ta ndryshojmë gjithë këtë mindset, këtë energji. Sot mëngjes kam bërë një mesazh audio që e ndjeva te grupet e WhatsAppit. Janë grupet falas që unë ofroj vazhdimisht ushtrime. Sot jemi te detyra e dytë te grupet e WhatsAppit që të ndalojmë gjykimin ndaj vetes dhe të tjerëve. Po pse, marrin vesh thua ti? Unë bëj detyra të rrin. Del dhe ndonjë nga grupi. Dhe ju thash sot, dëgjoj, që të rish në një grup pune për zhvillimin personal. Unë nuk e di pse rrin ata njerëz, presin që aty të bjerë ndonjë grimc magjie dhe ata ta marrin, ta vendosin këtu edhe ndryshova, unë më erdhën lek, jam e lumtur, jam. Jo, duhet të punosh, të lëvizësh. Dhe ju dërgova një mesazh zanor, çfarë po ndodh me ju? Ata që rrin pasiv do ju bëj blok. Dua njerëz që të punojnë me veten. Ata që largohen nga grupi i WhatsAppit ju bëj blok që mos të futen më. Njerëz që duhet të punojnë me veten, nuk e kanë për borxh unë të shikoj ty që ecën me turi në rrugë. Pse se refuzon ti të punosh me veten? Pse se ke gjithë jetën që ankohesh për të njëjtin situatë dhe nuk e bër asnjë gjë të vogël për ta ndryshuar? S'ta ka borxh as fëmia yt, as personi që ke në krah, as njerëzit e panjohur në rrugë. Është shumë kollaj ti është kështu. Është shumë kollaj. Me një sekondë bideun, ama të qeshin syt, ta kesh fytyrën tënde me mirësi, është shumë e rrallë dhe duhet shumë punë për ta bërë. Dhe ne për njerëz të tillë jemi të etur. Njerëz që ju qeshin syt, që ju shkëlqen lëkura, jo nga kremra dhe nga trajtimet, ju shkëlqen lëkura nga drita e brendshme që ju shpërthen në çdo qeliz. Është shumë e rëndësishme të zgjohemi, nuk mund të jemi më pjesë e errësirës kolektive. Ti po vuan për para sepse nuk punon me veten, ti po vuan për një partner të shëndetshëm sepse nuk punon me veten. Fëmia yt po vuan nga ankthi sepse ti nuk punon me veten. Autizmi i fëmijës tënd nuk po ecën mirë sepse ti nuk punon me veten. Çdo gjë nis nga ti, çdo gjë nis nga unë. Jam unë këtu. Nuk do t'ja di Zoti, apo njerëzit, apo jeta, apo universi. Ligjet e universit janë aty, riciklohen vazhdimisht. Nuk duan t'ja din se shtrihem unë dhe zë krevati dhe qaj. Jo, pasojat i vuajmë ne të tjerët kur ti qan. Non stop, për të njëjtin gjë. Ankohesh vazhdimisht. Je ti përgjegjës për ta ndryshuar jetën tënde. Dhe kjo ka qenë fjalia që unë kam urryer më shumë, kam urryer të gjithë njerëzit, kam urryer dhe Zotin në 2024 dhe fillimi 2025-s. Se thoja, jo, nuk jam unë përgjegjëse. Jo, kam fëmijë me autizëm, nuk jam unë përgjegjëse. Zoti është i padrejtë, pse s'ja dha dikujt tjetër më dha mua këtë fëmijë? Nuk jam unë përgjegjëse. Boll se shkove 80 kg. Boll sepse nuk po të hecën në asnjë gjë. Boll sepse nuk e di kur ishte dita e fundit që ti buzëqeshe para pasqyrës. Mjaft më. Jam unë dhe vetëm unë, Dhe unë zgjedh që 2026 të jetë zjarr, të jetë viti im, sepse kështu e dua unë dhe pikë, sepse mjaft u zvarrita, sepse nuk më dha njëri trofe. Nuk erdhi dikush të thotë merre trofe, unë e meritove që ishe viktima e vitit. Jona, Fatjona Cici, viktima e vitit, urdhëro ke një trofe. Nuk më dha njëri, thjesht humba veten. Nuk do vi njëri të japi trofe. Tani futu te profili im, futu te seminari, nuk dua fjalë dhe justifikime. Unë bëra një story dje. Nuk e di arritet ta shikojë ti apo jo. E di. Ka të bëjë me një nga traumat më të thella dhe bëra një ask. Si reagon trupi yt ndaj këtij tingulli që dëgjon? Nga traumat më të thella, traumat më të mëdha. Shumica e njerëzve trupi im dridhet. Unë po qaj, frymarrje nuk e kontrolloj dot. Pra, jetojnë në sistemin nervor simpatik, jetojnë në gjendjen e mbijetesës, akoma nuk kanë rregulluar sistemin e tyre nervor, akoma nuk kanë mësuar se si të marrin kontrollin e emocioneve, akoma nuk kanë mësuar se si të analizojnë mendjen e tyre që shiko, unë jam i rritur tani, ky mendim nuk më shërben, unë do përdor më shumë këtë. Kapen, varen aty zvarriten te mendimi që nuk ju shërben. Dhe nuk është normale kjo, se jemi të rritur tani. Është normale sepse nuk din. Si më nuk din, unë nuk gri sallat këtu, jam unë këtu, kam 5 vite që flas që e bëj këtë gjë. Pse çfarë mendojnë të paguan Instagrami? Mbase filloj me këto, mbase s'ton e paguan Rama që të flasi, se është truri vogël, ë?
Jo, me dhunu nuk marr njeri. Ja si shpoj me tani, këtë lloj forme. Me dhun, deri në këtë dhunë jemi okay. Me dhunu nuk marr njeri, po deshën të vinë. Po unë e bëj për fëmijën tim, po deshën të vinë. Shikoj prindrit se si presin fëmijët e kopshti. Turin të varur, duart në xhep, jashtë derës të dali fëmia sikur do dali armiku, jo fëmia i vet. Unë vetë aty të sigurojmë që fytyra ime të jetë kështu, të jem një diell i madh, që sa më shikon vajza nga larg, çohet më një herë vjen drejt meje. O nuse, o drit ku je? Unë bërtas në gjithë korridorin, më dëgjojnë kthejnë kokën, po kjo të çmendur. Po kështu duhet ta presësh fëmijën tënd. Duhet jesh një diell. Jo, mbarove? Hajde, do ikim te nëna, hajde, do ikim në shtëpi, hajde. Jo, është fëmia yt, është fëmiri. Kalon fëmirinë, e kam duart e tua fëmirinë. Po nuk punove ti me veten? Ja shkatron fëmirinë. E mora kafe me vete. Keep going, keep growing. Ky filxhan ka që në 2023 dhe se kisha përdorur. Nuk e kisha përdorur, kisha vite. E gjeta, të gjërat që kam pas të zyra në fakt, e nxora, edhe po e përdor. Sepse është energjia e njëjtë e 2023, të shumë zjarr. Kafja i ku filloj me çajin. Jam me fasting, 16 orë. Sa e kam orën tani? Për 2 orë e thyej fasting. Jemi okay deri këtu? U regjistruat e seminari, prit që këmës nash bashkuar në një tani? Jo, pëse nga stafi që dikush po Në WhatsApp të intereson për shkoj në webun tani, në website. E kanë të vështirë, po shumë e thjesht futen në WhatsApp, po e kanë të vështirë. Po. U lodhëm e një jetë të tërë, u lodhëm duke u përpjekur të futemi në kuti, sillu ashtu, bëj këtë, bëj atë, sidomos kur ke prindërit afër, është shumë e rrezikshme. Është shumë e rrezikshme se mundohesh mos ta zhgënjej prindin, mos të bëj ato futesh në ato modelet e fëmiris, nuk ka, le të zhgënjet sa të doj prindi, të zhgënjet sa të doj. Sa të doj të zhgënjet prindi me mua, nëse për prindin tim është zhgënjim që unë dua veten, që ndjek ëndrat e mia, prindim ka probleme të shëndetit mendor, të vi të bëj trajnimin e ankthit me vajzën, më vjen keq. Nëse vjerra ime dhe prindrit e bashkëshortit zhgënjen sepse unë jam vetë ja ndihmoj shumë njerëz e kam këtë profesion, kanë probleme të theksuara të shëndetit mendor. Të marrin kokra ose të vinte unë po s'duan kokra. Nëse bashkëshorti im ka probleme sepse unë e dua veten, ka një grua të fortë, nëna e fëmijës së tij ka vetë besim dhe ecën dhe ndihmon njerëz dhe krijon, realizon ëndrat e veta, i dashur burri im ka shumë probleme të theksuara nëse e mendon këtë gjë. Jo, të zhgënjen, motër, vëlla, të gjithë të zhgënjen. Që të gjithë të zhgënjehen. I don't give a shit, sepse kur humba vete në 2024-2025, ku ishin njerëzit? Ku ishin më? Kush më nxorri më nga llumi mua? Unë dijen më mirë se thanë, ja dhe kjo, nuk ka pas ka qenë aq e fortë, ka qenë dhe kjo si ne, shiko? Mirë, nuk ekziston forca e vërtet. Në të vërtet nuk ekziston. Gjithmonë çdo njeri në jetë do zvarritet. Jo. S'ka. Ekziston forca. Unë jam forca. Si është ajo komedia, unë jam. Që bën ta grovage, unë jam forca. Unë jam forca. Më dha diagnoza e autizmit, e mora, qava për pak javë, shtova pesh, doja të zhdukesha nga planeti, dola një natë para balkonit dhe i thash Zoti do më marrësh apo do më japësh një shenjë, më dha 3 shenja atë natë Zoti. Hec Jona, çau lufto. Lufto, hec, s'ka. Ç'a është autizmi? Një lloj si ankthi. Vuaja nga ankthi, vuaja nga depresioni, nga çrregullimet e ankthit, punova ja dola. Ka fëmija im autizëm, do punojmë, do ja dali. Jeta vazhdon, është justifikim idiot që unë të kapim pas një autizmi të fëmijës. Do thoshti po është e vështirë, ja sot mëngjes vajza gjysmore ka qarë se s'donte të ikte në kopësht. Po mirë, më ka qarë, është fëmijë, do qaj. Pse duhet unë të prish Terezin time me çdo gjë që ndodh aty jashtë? Duhet maturi, vetkontroll, pjekuri, inteligjencë emocionale, të dish si ta mbash këtë gjendjen këtu, jo me çdo gjë që ndodh poshtë lart emocionet e tua, ti je këtu. Qendra, balanca, pse e them këtu? Këtu është qendra e 4. Ti je e balancuar këtu. Mos të marrë zjarr koka nga mbi mendimi, ti je këtu e balancuar. Dhe te seminari Restart 2026, jo vetëm këto që unë shpjegova tani, që këto janë vetëm 1% të asaj çfarë do shpjegoj. Do flasim pak edhe për aspektin e energjisë, sepse çdo gjë është energji. Do i futemi shpjegimeve të avancuara. Do e nisim nga thërrimet e vogla, si të guxojmë ne të jemi vetvetja, që mos të përpiqemi të kënaqim çdo njeri dhe të harrojmë veten, dhe do shkojmë te energjia se si ti parafrohemi kontratës tonë shpirtërore. Kështu që do shpjegojnë gjëra shumë të avancuara. Tani futu te profili im, siguro vendin tënd. Biletat premium
Ne kemi lënë vetëm 10 persona, që unë akoma nuk e di se sa është bërë numri, sepse webi nuk e shikoj dot te ky telefon, duhet ta shikoj këtu ku jam live, mos dua ta ndërpres live-in. Dua ta shikoj sa persona ja bër premium deri tani, sepse ata 10 veta premium do i ndjek 7 ditë rresht. Do flasim për ditë në WhatsApp, siç bëjmë me njerëzit e trajnimit për te limiteve. Do flasim çdo ditë, do ju jap 6 detyra të ndryshme, ushtrime teknika ti praktikojnë, do flasin me mua, edhe do kenë edhe disa bonuse të tjerë. Domethënë, do jenë disa kupona brenda seminarit që do jepen për shumë persona, vetëm për ata që janë pjesë e seminarit, dhe do jenë disa kupona ekstra vetëm për ata që kanë biletën premium. Kështu që kaq për momentin, futu siguro vendin tënd. Deri në një moment nëse në website do ju dali, nuk do ju shfaqet më opsioni premium, do të thotë që janë plotësuar vendet. Kështu që momenti që nuk del më opsion premium, është vetëm bileta bazë elementare, edhe diçka, sepse dua të sqaroj një gjë shumë të rëndësishme. Sepse ju që bëni sikur nuk keni lek që të investoni në një seminar për veten tuaj, ju e keni bërë listën e gjërave që do blini për festat, sepse ndoshta mblidheni me fare fisin e me fisin e burrit që të dukeni mirë te kunata, që të shkëlqesh nga jashtë te kunata dhe te vjera, që t'ja bëjnë dënga ato të plasën se dukesh ti bukur. Dhe ndoshta ke bërë listën e thonjve, lista e depilimit, lista e pedikyrit, lista e makijazhit, parukieria për flokët. Ka mundësi ti bësh këto gjëra vetë, ti modifikosh disi dhe ato lek ti mbash ti hedhësh te ky seminar, të rregullosh jetën tënde. Ka mundësi që ato mishin dhe biftekun mos ha në 10 orë mish, ha thjerza dhe qiqra. Un kam 8 vite që këtë bëj dhe s'm ka gjetë gjë, përkundrazi shkëlqej. Lëre atë mishin mos ha. Lëre nuk e di. Ato shpenzimin që do bësh për atë drekën jashtë në 10 orë, mos e ha drekën jashtë. Haje në shtëpi se s'ti gjen asnjë gjë. Çmimi i një dreke është ky seminar. Të lësh një drek dhe të japësh drejtim jetës tënde, vetëm po ke justifikime se ai që do e bën. Kam nëna me fëmijë, të pa puna shtëpiake që janë fut në seminar, vetëm me një rrog, siç kam qenë unë para shumë vitesh. Vetëm po do të justifikohesh, ose vetëm nëse ti nuk i jep rëndësi, se di jo çdo njeri do japi rëndësi kësaj që them unë. Jep rëndësi ai që e ndjen, ai që është gati ta bëj transformimin, ai që është lodhur duke u shtirur për dikë tjetër, ai që ka ëndra shumë të mëdha, që të del gjumi natën. Të ndodhë ndonjëherë të dalë gjumi natën nga ëndrat e tua? Jo ëndra të frikshme, ta shpjegoj. Dëshirat e tua që do t'i kthesh realitet, dëshirat e tua që do t'i sjellësh në këtë dimension, në këtë realitet, ato vizionet në mendje që thua po sikur ta kisha këtë, po sikur ta bëja atë. Ato nuk janë kot, ato vijnë te ty sepse ti je gati që ta bësh realitet. Kështu që për ata që janë gati, ju del gjumi natën nga dëshira për ta transformuar veten. Për ata që ju duket sikur i kontrollojnë, keni parasysh ato, si janë ato si kukulla me fije që i tërheq, i lëviz duart, këmbët, të duket sikur ato fijet e tua, emocionet, mendimet, reagimet e tua i kanë të tjerët dhe duket sikur të lëvizin të tjerët. Duhet ti të bësh mjeshtër i vetes tënde, të mjeshtërosh kontrollin e emocioneve, të mjeshtërosh kontrollin e mendjes, të aktivizosh potencialin tënd, të mjeshtërosh nga ligjet më të fuqishme të universit, manipulimin e energjisë. Të hapësh rrugë të reja energjie, të krijosh një realitet të ri. Nëse do pyesësh çfarë do lloj profesionisti në fushën e autizmit për fëmijën tim, të gjithë do thonë nuk ka mundësi që ka ecë kaq shumë. Ka ecë sepse unë manifestova realitetin. Unë bëra shift, u futa në realitetin që doja të futesha. Dhe unë këtë që do vazhdoj të bëj. Dhe do e shikoni se ku do arri fëmia im. Po do të ndjekësh të njëjtën rrugë, hajde, e bëjmë bashkë. Duhet të mësojmë të manipulojmë energjinë. Dhe ndodh kjo që manipulimi për mirë, të paraqiten pa fundësi realitetesh dhe ti thua, në këtë fazë që unë jam, unë zgjedh këtë realitet. Te ky realitet, unë flas në këtë lloj mënyre, trupi im ka këtë lloj forme, llogaria ime bankës ka kaq para, fëmia im ka këtë lloj zhvillimi, marrëdhënia me bashkëshortin është e tillë, ti zgjedh këtë realitet. Jetë ky realitet për pak kohë, fillojnë ëndra, dëshira të reja dhe ti thua një sekond, ti bëj edhe një herë një skanim realiteteve të pafundësisë dhe të shikon një pafundësi realitetesh dhe thua tani dua të jem këtu, te ky realitet që këto dëshira që un kam i realizoj, bëj realitet, i manifestoj, i jetoj në jetën e përditshme. Do kemi një ndërthurje të punës me energjinë, me neuroshkencën, teknika psikologjike dhe përditshmëri. Situatë reale jetësore përditshme. Nga rrëzimi im, më i freskët fare, 2024-2025, çështja e autizmit. Edhe nëse ka prindër që i kanë fëmijët me autizëm, aty te seminari duhet gjithë. Të gjithë te seminari, të gjithë ndryshojmë konceptin se si e shikojmë jetën, se si e shikojmë sfidën.
14 dhjetor 2025, seminari I vitit, Restart 2026, I dua të gjitha aty. Edhe diçka unë e di kush do jetë aty, do jenë ata që I kanë marrë të gjitha informacionet falas, I kanë vënë në punë, kanë punuar me veten. Sepse të them të drejtën, këta që kanë sjellje parazitare, që shikojnë një live, bëjnë skip, futen te tjetra, asnjëherë s'kan për të ndryshuar këta njerëz, sepse nuk janë gati, po do I lëm në dimensionin e tyre. Në këtë dimensionin ton ne pak që jemi, sepse jemi shumë pak që e kemi kuptuar rëndësinë e rizgjimit, kjo është faza e parë e rizgjimit për shqiptarët. Ne pak që jemi, do jemi aty, do shihemi aty. Pjesa tjetër le të rrinë në dimension që do na gjykojnë ne. Në 2026, pas këtij live që unë bëj, unë dhe shumë të tjerë bashkë me mua do jemi në kulmin e shkëlqimit, do I postojmë në rrjetet sociale, ose ndoshta do na shikojnë te familjarët tanë më të afërt. Dhe komentet që do thonë nuk është që shiko se bëri atë live dhe ju përmbajt premtimit që I bëri vetes, po do thonë ha, se kishte fat, ha, se kanë terezi. Njerëzit zgjedhin, ose do jenë te dimensioni I ri, ose do jenë te I njëjti llum. Dhe ata që janë te I njëjti llum, unë shpresoj që ti mos të bashkohesh me ata, shpresoj të bashkohesh me ne të tjerët që ecin para. Por dhe nëse nuk u bashkove vetes ja bën, se mua s'më bën gjë, ja bën vetes tënde, ja bën fëmijës tënd. Këtë nuk kuptoni. Unë këtë kam vërë edhe nga njerëzit e afërt që shikoj, familjarët e mi, njerëzit që I kam këtu afër. Shikojnë ndonjëherë ato ndjenjat jo pozitive që kanë ndaj meje. Nuk e kuptojnë që ja bëjnë vetes së tyre, jo mua, sepse unë do vazhdoj. Ky s'është shkëlqim. Ky që ti shikon tani kanë veshur një bluzë blu dhe dal këtu flas në live me këtë energji, ky nuk është shkëlqim. Unë tani sa jam ringritur. Në mars 2026 flasim bashk. Atëherë do vendosësh syze, të mbrosh syt nga shkëlqimi I madh, se ky nuk është shkëlqim, s'është asgjë. Sa u zgjova nga gjumi. Nga gjumi një viti më parë. Nga gjumi I frikshëm që më flisnin terapistët, pseudoterapistët për autizmin, që më tregonin që vajza jote nuk do flasi kurrë, sepse është mosha, efekti mosh, vajza ime ndërton fjali. Vajza ime ndalon në rrugë dhe I flet pa njohurve. Hello. Ç'kemi? Pa I kërkuar njëri ta bëj. Kështu që ky nuk është shkëlqimi im. Blini një palë syze, ju spektatorët që futeni në live dhe dili nga live, futeni në WhatsApp dhe dili nga WhatsApp, bëni hamase te. Bli syze dielli doppio, triple jam, që të mbrojnë nga shkëlqimi im. E këtë e kam dhe për familjarët e mi, skuthat e mi të dashur. I shikoj njerëzit rreth e rrotën, dhe mbyten me demonët e tyre. Sa do dashuri që ju jap, ka ardhur momenti atë dashuri të jap vetes dhe ndaç të mbyten, e ndaç të mbijetojnë, e të notojnë, e të bëjnë çfarë të duan llumin e tyre. Unë jam këtu të jetoj për veten time dhe pik. Pik. Kaq. Kush është gati nga ju? Dua të më shkruani këtu gati në live. Kush është gati? Kush është gati për këtë zjarr? Kush është gati? Kush nuk është hec? Vazhdo rrugën, kalo te influencer I radhës, si të gatuajmë qofte. Kush është gati këtu? Gati. Më shkruaj gati dhe një zjarr. Kush është gati? Ose hec te tetoja që bën qofte, te TVSH-ja. Kush është gati? Bravo. Këtë dua të shikoj. Mori zjarr. O, edhe shiko pak qatin. Gati. Po ti o burri, je gati? Pse nuk shkruaj në chat, por si skut vetë si familjarët e mi. Ha më shkruaj aty gati. Ja, shkruaj gati. Gati dhe vuri zjarrin. Ju pres aty, do takohemi aty. Te seminari do merrni hipnozën, do merrni meditimin, do merrni informacionin në PDF, do me thënë ti do paguash një bilet seminari, po aty do marrësh gjithë seminarin 3 orë të regjistruar, hipnozë, meditim dhe materialet në PDF me ushtrime dhe teknika. Do me thënë ti do paguash një thërrime dhe do marrësh me gjithë shpirt çdo informacion që unë kam bërë gati për ty. Kështu që regjistroni direkt tani. Edhe kënga në sfond, po, Elizabeta o drit, jam e lumtur që je këtu. Futuni te seminari, te profili, sidomos ju që e doni premium, ju duhet ta keni me nxitim që të kapni numrin e caktuar, se janë vetëm 10 persona. Ndërsa ju që keni bilet standard e keni kohë, mos e vrisni mendje, deri datë 14 mund të regjistroheni. Linkun e keni gati, është hapur linku në Zoom, në momentin që të regjistrohesh e merr linkun me një herë. O sa lumtur që jam.
Qyqa, u emocionua shumë burri. Faleminderit shumë Artila, të lumt jona. Thotë je njeriu më i veçantë, më i drejtë për drejtë që kam një rrjete sociale, Zoti të bekoj. Faleminderit jashtëzakonisht shumë, sepse më jep kurajo që të vazhdoj të jem akoma vetvetja, dhe unë do jem vetvetja dhe pikë deri në fund. Nuk do ndryshoj, unë të transformoj unë se ndihet keq dikush tjetër kur unë them të vërtetën. Ndoshta gaboj në ato që them, po kjo është e vërteta ime momentale për nivelin tim të vetdijes që kam. Unë jam projekt në përmirësim e sipër, unë nuk jam perëndi, nuk jam perfekte, po përmirësojmë çdo ditë, ama për ndjenjat e mia që i kam tani nuk dua ti tjetërsoj për askënd se është shumë e rrezikshme. Do i shprehim ashtu si i kemi. Rozina thotë s'pëgjia zjarrin, s'ka gjë. Edhe të s'pëgjia? Një zemër. Po gjeni një tuf zjarri aty. E keni te emoji, e ke te emoji, po e ke nga fundi ku janë ato me planete, me shiun, me erën, është dhe zjarri aty. Rozina kërkoj aty e ke. Jeni dashuri, ju dua shumë, jam shumë e lumtur, jam shumë e lumtur. Me thënë, do takohemi aty, unë kam lënë 100 vende limit, me të 100 të mbledhja në Zoom që do bëjmë, se duhet ta bëjmë mbledhje, që edhe t'ju shikoj e kështu, po nëse kalon 100-shja, pastaj do duhet ta bëj webinar që vetëm ju do më shikoni, po nuk do doja ashtu, unë dua që të shikojmë me njëri tjetrin, kështu që besoj nuk do duhet të sforcohemi, deri te 100-shja do shkojnë, kaq besoj se kështu e kam parashikuar. Dikush pas ka gjetë zjarri, po e mbyti fare me zjarr, shiko komentin. Si nuk e gjeni ju të dy? Edhe studentët e trajnimeve është, shiko, ky seminar është tjetër gjë, sepse Edi më tha, e ke bërë seminarin gati apo hajtmo? Si më tha apo hajtmo se gati e ke nga përtej limiteve. Si ishte kjo, i thash? Po nuk ka fajme, se nuk, shiko, në 2023, 2024, në Edi nuk është se ka qenë kaq pranë akademisë, siç është tani. Tani më në fund vendoset të na bashkohet. Nuk ka qenë fare pranë. Dhe Edi mendon që unë një seminar që bëj, marr ndonjë slide gati nga trajnimet që kam. I thash, po pse po më ofendon? Jo, tha, po kështu nuk funksionon kështu. Si unë të ricikloj të njëjtin informacion nuk bëhet fjalë. Seminari është diçka që nuk është parë dhe nuk është dëgjuar më parë. Te asnjë as për te limiteve, as ankthi nuk ka lidhje me këto që unë kam ofruar. Është diçka e re nga fillimi në fund. Sigurisht të thash që më duhet të punoj edhe të jap maksimumin tim aty. Edhe skriptin për meditimin dhe skriptin për vizualizimin, akoma nuk e kam darë mendjen cila do jenë. Domethënë është një seminar zjarr, bomb i fuqishëm, 3 orë rresht, është diçka që më emocionon vetëm për mirë, nuk i trembem, 3 orë, flas edhe 6 orë. Edhe 6 orë, jam shumë gati, është energjia e tillë, dua ta bëj. Prandaj thash Edi, ç'është kjo punë, më thua ti do marrësh nga trajnimi për te limiteve, s'ka lidhje. Pse u tha truri im, mbaroi kreativitetin, të ricikloj të gjithat informacione, po jo. Unë prandaj çam në orën 5 studioj, mësoj gjëra të reja, reflektoj me veten, të marr mësime të reja nga jeta. Kështu që edhe ju të trajnimi për te limiteve, që e keni bërë ndër vite, nëse jeni ende këtu dhe keni dëshirë, ju mirëpres edhe juve. Ja, kështu e nisa, unë kam kaq ditë gjithë fundjavën, domethënë, edhe dje i kisha këto ndjesi, po nuk pata mundësi të hyja live, në fakt, dje thjesht bëra njoftimin, kështu kam qenë me këtë lloj pompimi kështu, dua gati, edhe pak, domethënë po punoj çdo ditë me seminarin, çdo ditë. Kam edhe 4 live para seminarit të madh, kam live data 27, data 28, pra trajnimi për të menaxhuar anktin, trajnimi për te limiteve, do bëj seanca live me studentët, kam datën 8, data 9 dhe data 14, pastaj dita me ju. Çfarë do më thënë zemër? Gjeta dhe po bëj të zjarr. Po bën ti zjarr? Ca ty. Ja bëje. E gjeti Edi zjarrin, e bëri te çati, e shikoni? Alda thot, jam e lumtur që do ta ndjek bashkëshorti dhe ai bën gjërat që thua ti më mirë se mua Jona. Shumë dashuri për të dy ju. Domethënë fal atij ti je këtu dhe punojmë bashkë, kështu që ju dërgoj dashuri edhe dritë të dyve dhe ju mirëpres, patjetër. Edhe diçka më, edhe ju që keni mikesha, shoqe, kushërira, paguani një bilet, ndajeni çmimin bashkë dhe hyni bashkë në Zoom. Me thënë këtë ide më dha Edi, mundohuni që krijoni mënyra, ndoshta s'ka mundësi të krijoni. O Edi, po s'ka mundësi në zemër tani, po është një drek më shpirt, po është një drek më, po lërthojnë, lër depilimi, se flasim troç tani.
lëre depilimin të estetistë, ja bëje vet. Lëri thonjt, lyej vet. Ngushtë për momentin, nuk kanë si. Ore di nuk është, më po ngelen për estetistë i kanë thonjt të bërë më shumë se unë. Qa ngusht ngelen? Është lista e prioriteteve, lëri këto justifikime. Në fund vit të gjithë kemi lek të kursyera. Po themi do bëj thonjt, do bëj atë, jo, qa ke ti prioritet? Tani ka ngel gusht. Unë e di shumë mirë që ngelen gusht për një trajnim, po për një seminar 40 euro ke ngel gusht? Jo, nuk e ngel gusht. Lër thonjt, lër depilimin. Se Nova Edi thot se ke zjarë për balde. Kush thot? Artile në... Artila, mos u lodh se ke zjarrin për balde. Le botoksin thot, lëre botoksi e gjërat e tjera, unë po them gjërat bazike, domethënë kot tani. Bëje depilimin në shtëpi këtë muaj dhe thonjt në shtëpi, shumë e thjeshtë, siç bëjmë gjithë, se kemi përjetuar, tani jemi njerëz më flasin të drejtën. Jo mos i lë thonjt, unë ulem aty marr dhe kafe, se shikoj nga ato filmat, nga ato videot, ulem te estetisti, jam duke vetë jam mbretnesh me 0 lek në bank, mbretnesh me trurin e kalpur, mbretnesh me emocionet lëmsh. Ç'a mbretëresh je ti? Të rrofshin thonjt, e po kalbe shpërdit nga brenda. Lëri më gjërat sipërfaqësore, futu thellë në brendësinë tënde, ndihmo veten. Sa ashtu është mbretëresha, të duket e të tjerët. Kush je ti? Kush je ti kur je me veten? Ç'a mendon ti për veten tënde? I kalova vetun këto, nga kaq i bëja thonj. I bëja edhe kështu me atë majën, e dilja, e bëja këtu video. Ja kështu bëja unë. 6 muaj rresht. I iku ky me pushime, bëja thonj në 2 metra, rria këtu. Do bëhesha dhe unë, do futesha në kallëp, imagjinoje pak, Ky lokalit këtu kokë tha ç'a ndodhi. Se po flas me shumë pasion, E bëra dhe unë ato, u knaqa me thonj. Akoma në qendi depresive, si ta ndihmoja vajzën. Këtej thoj 2 metra, këtej vajza qante, bënte, jo më të keqen. Ja kështu i kisha thojtë, më vinte këtu thoj. Edhe dilja dhe. Për i thojnë e futi punës? Për i thojnë dhe futi punës, jo, kështu ndjen vetvetja. Mund i fut në një vishje ndonjë të kuq tani për festat, duket jingle bellsat, po nuk duket të thoj jingle bellsat. Unë ndihem mirë e lumtur, e kupton, nuk është se ka. Hajde më është e drejta e gjithë secilit, lër thonjtë dhe depilimin edhe biftekun. Do hash thjerza, do depilohesh në shtëpi, do bësh thonjtë vet. 3 gjëra dhe futu në seminar. Ta gjeta dhe zgjidhjen për ty që ke justifikime. Kaq o grupi, kaq, ikim? Ikëm, se dhe gënjeshtra që i bëra dje vete si ishte palestra, do vete me vajzën basdite. E kur rinte vajza e kthem përmbys, i shkon njerëzve, ju ngacmon peshat, ju heq girat, bezdis njerëzit në palestër. Kështu që tani do shkojmë vetë, ka marrë rrobat me vete, do heq këtë pellushin edhe të vesh bluzën e palestrës, trecet i kam veshur, atletet i kam, kështu që s'ka justifikime. Dikush të thunë vdiqja, që e vërteta është, mos më qesh një kotë. Bëni këto që ju thash, 3 gjëra, s'ka biftek, s'ka depilim, s'ka thonjë 2 metra. Në 10 orë, thonjë të shkurtër, depilimin në shtëpi, biftekun i zvendësoj me qiqra ose me thjerza, dhe vinë të seminari si zonja. Ose ha biftekun, bëj thonjë, harove depilimin. Mos bëj thonjë. Ha biftekun, mos bëj thonjë edhe, për çfarë të haj biftekun në burri dheut? Për çfarë haja? Sa vite kemi ne pa mish? Thonjë nuk bëjnë se seminarit, më pak nuk apo jo. Thonjë varet sa i bën, ka dhe 25.000 lekë thonjë, kupton ti çfarë bëhet truri njeriut? 25.000 lekë dhe bësh plastike këtu. Po të bën 2 veta mos të bëj thonjë. Kamojnë bashkë. Po 2, o zoti mat. Ku e ulëm, 2 veta thotë ti mos të bëj. Ku e zoti mat? Një sekond. S'ka dhurat për vjerën për vit të ri. Pse më po unë kot flas, pse keni ndërmend të bëni dhuratë vjerrës për vit të ri? Pse i vazhdoni këto tradita? Që bëni dhurata për vitin e ri, farefisit? Pse i vazhdoni këto tradita? Nuk besoj se thatë për humor. Pse shkoni në qendër tregtare dhe mbushni çantat me dhurata për fisin? Shërbëtorja e fisit? Jo, nuk e besoj. Është dikush që e bën këtë gjë ende? Jo, po vetë jetë nuk do e thot këtë normal. Këj më s'ka lidhje dhurat, bli një, se di që të them. Ti unë që asgjë me një përqafim, ti e dhurata, me madhe që mund i bësh vjerës, edhe njerëzve që të rrethojnë.
Që dhurata më dërim dhurata tani, dhurata. Jo, nuk ka kuptim, të bëjmë dhurata nga të vuajmë për vete, jo. Nis nga vetja çdo gjë. Dhurata që dua t'i bëj vetes, cila është? Ne kam bërë listën me dhurata për veten time. Unë as për vajzën nuk kam menduar çfarë dhurate t'i bëj. E besoni apo jo? Dhurata më e bukur që mund t'i bëj bashkëshortit tim, jam unë si dritë. Dhurata më e bukur që mund t'i bëj që mund t'i bëj vajzën, po se ka njerëz. Dhurata më e bukur që mund t'i bëj, po mos të shikojnë ato plakat mbrapa. Dhurata më e bukur që mund t'i bëj vajzës time është një nënë e lumtur. Dhurata më e bukur që mund t'i bëj vjerrës time është që i mbaj djalin në shtëpi. Se më të për jashtë. Jo, se ishte një reels që më doli para dje dhe thoshte që qa dhurate do i bësh vjerës? Thoshte do i paketoj djalin e saj dhe do ja kthej mbrapa. I bëj disa për shoqërinë, thot dhurata që duhet ja bëjmë, thot se na bëjnë dhe familjarët ne që mund të kemi të ftuar, se mund të ndihen shumë mirë në këtë ndjesi jemi për momentin. Arri aty ku je. Jo faleminderit, kam dal nga ajo ndjesi. E kam bërë unë, domethënë unë nuk lija me njeri pa dhurata. Nuk lija me njeri pa dhurata. Non stop më, dhurata më nga të gjitha llojet e dhuratave. Ju jepja lek, bëja dhurata. S'ka, jo. Nuk kam për të tjerë, tani kam për veten time. Madje edhe vajzës nuk i blej me lodra budalliqe, se si mban mend, e çojnë nëpër vende, udhëtime, ato mban mend vajza, udhëtime. Nuk ka pse të bëjmë dhurata sende, gjëra pa kuptim. Jo, për mendimin tim, domethënë vërtet mund të ndihen mirë shoqëria, po për ty e bën njeri këtë? E bën njeri për ty që të mendoj siç mendon ti për ata? No. Aurela thot dua të flasë ti me këtë guxim, po se kam, hajde merre pra, hajde te seminari, si ta japun. Ku të do vjera pa dhurat miliona, thot Keti. Po ju qa keni marrë interesa Xhesha për vjera? Ajo imi është Flori, një lule i dhuroj, se po t'i dhuroj gjë tjetër do thotë, s'm pëlqen. Është moderne vjera imi, i dhurova një parfum Jofa, kish ble Calvin Klein në Vjen, Jofa se dua, thash më vete. Dhe ja do më shikosh po të bleva më dhurat. Se do shta më shikon dhe në Instagram. Prandaj të sill më dhurata unë ty. Vjerë dashur. Më mirë një lule aty që i pëlqen. Oriana është kënaqësi që e bëj për humor, po që mundohu të bësh prioritet veten. E mbyllim, kalofshi sa më mirë, futuni te website-i, siguroni vendin tuaj në seminar, nëse nuk doni ta bëni, qofshi ju që jeni me këto mendje, me këtë version të seminarit dhe me këtë mënyrë se si kam organizuar të gjithë gjën. Është gjë e fundit për këtë vit dhe për gjithë fillimin e 2026-s. Pastaj nga marsi kismet do bëjmë disa plane të tjera që kanë të bëjnë me fitnessin. Më vjen mirë. Franci thot, dua thot i bëj një dhurat vetes time, askujt tjetër dhe do i bëj seminarin. Jona thot Artila duket ndjek ty thot po më bën si veten, nuk bëj asgjë për të tjerët. Shiko, nuk është se nuk bëj për të tjerët, po vetëm kur e ndije ju se aty ku ka hapësirë, për shembull, se kam një familjarin tim që është mirë e bukur, e ti bëj dhuratën vetëm që të mendoj ai mirë për mua, më mirë shkoj aty në rrugë dhe ndihmoj një njerëz që është ndatsak, që ai s'më njeh kush jam, as ndoshta nuk arrin të mendoj mirë për mua, po thjesht e ndihmoj momentalisht. Se sa familjarët e mi që e kam Terezi, për shembull, ose familjarët e Ed, e kam kaluar atë stad, njerëzit i dua shumë, patjetër, të jenë mirë aty ku janë, po nuk e tregon dhurata dashurinë. Të sforcojnë veten, të jap të një dhuratë, ti ndoshta do e futesh në një sirtar është idiotësi e madhe. Të harxoj lek, kohë, energji? Jo. Më mirë fokuson te vetja që e di që gjithmonë kënaqet. Unë gjithmonë kënaqem kur bëj trajnime, seminare, udhime. Këto gjëra më kënaqin. Më kënaqem me një filxhan të bukur. Ja, kjo është dhurata më e bukur. Kështu që kaq për momentin. Nuk ka trajnime në dhjetor, por është vetëm një seminar që zgjat 3 orë rresht 6 me 9. Ditë të diel, s'ka justifikime. Është ditë e diel, ora 6 me 9 mbasdite. Do futeni në një cep të shtëpisë, me kufje, me blok shënimesh, do ketë pushime midis seminarit, hani diçka, të hidratoheni, të shkoni në tualet, i kemi marrë masat, është një lloj si do ishte seminari nga afër, vetëm se është online në Zoom. Shumë.
Është shpresa dritë. Jo, s'ka pyetje, ika. Ka pyetje apo ja? Ja, atë për shkak s'ka. Për vëllezërit e motrat po, varet çfarë marrëdhënie ke se po ju duhet diçka blije për vëllezërit e motrat. Gjensila, humor, shumë humor. Zina thot, ai që do ju 20 euro, po dhe 500 i gjen. Ai që do po. Ika, kalofshi mirë një ditë mbar, edhe bëjmë një kështu tani. Unë e vendos që sot do jem një dritë aty jashtë. Unë e vendos që sot do jem një dritë këtu brenda, për veten dhe të tjerët. Dhe sot do zgjedh versionin më të lumtur timin. Ika në gym tani, sa ish versioni më i lumtur. Me kufje, me pesha, squat. A ish versioni më i lumtur. Dhe i përshëndesësh njerëzit. Ke 1 milion bluza ke vesh këtë zgjebarake? Se vesh zgjebarake, ti ja ta kthej kamerën? Ha, pse mirë, mos u ta kam kthyer kamerën. Gjithë. Sa do i thash për seminarin? Ju mi presim, nisë data 14, sepse thot Ganimet çfarë çfarë datë? Ditë diel. Ora 6 me 9. Ora 6 me 9 mbas ditës. Është dhe e diftuar. Ora më përshtatshëm për gjithë, besoj. Jam pushim. Kanë kohë të ikin gjatë ditën në lëvizje. Po, mbas ditës. Na bashkohen. Mbas ditës të hapin mendjen aty edhe të evoluojnë, të avancojnë. Të na bashkohen. Po, prita kthej sepse edhe njerëz aty mbrapa dhe nuk duhet dalin njerëzit e tjerë në live. E morën vesh tani? Na bashkoheni, po deshet. Po s'deshet ne këtu jemi prapë. Kështu që nuk jeni nga ta arratiseni, nga do që të vesh ti nesër unë jam këtu live, deri në datë 14 jam live non stop. Do s'do ti do bashkohesh në një moment të caktuar. Asa bukur, iku jahti, një jahti vogël aty që është një qift, po ikën, një qift, shumë bukur, ja të e tregoj pak edhe ikim. Është një qift e jahti vogël aty. Shumë bukur, më pëlqen. Kur e pash këtë kohën kështu sot, thash sot është koha të rish ulur, pastaj truj thash, hik çau aty. Do rrim ulur mbas datës 14. Do rrim ulur kur të realizojmë qëllimet dhe ëndrat tona. Ela Gjesi kur e ke burrin narcisist në shtëpi, nuk është e thënë narcisist, se çdo burr shqiptar kur e shikon domethënë që gruan e tij që po përmirësohet thotë i ka hyrë vetë janë i qef, apo se si duket ndryshimi i çuditshëm, është normale çdo njeri e ka këtë tipar. Nëse ti e ke narcisist, atëherë është punë dy fisht që duhet të bësh. Çfarë të them mundani, do ju bën disa pyetje kur e ke burrin, çfarë ti bëj un burrit tënd nga këtu? Unë jam Saran, po pi një kafe. Çfarë ti bëj un burrit tënd? Çfarë ti bëj un? Me thënë, janë ca pyetje pa sens që unë të jam një njerëzit s'ti ndryshoj dot, qasjen që ti ke dhe mënyrën se si ti e përballon bisedën me të. Mënyrën se si ti e përballon ndërhyrjet e atij, abuzimet e atij nëse ka abuzime, atëherë është tjetër gjë, ti mund të fuqizohesh shumë, po kështu të them unë çfarë të them për burrin tënd? Do kisha ardhur me shumë dëshirë, thot, po kam djalin e vogël dhe jam në Itali, është online. Seminari ndiqet nga çdo vend i botës. Mjafton të kesh një telefon dhe internet. Nuk ka justifikime, kam fëmijë të vogël, jam në Kinë, Australi, Karaibe, ku të duash ti mund të jesh. Seminari ndiqet nga çdo vend i botës, prandaj e kam bërë online. Të ketë mundësi siç ndjek tani këtë live-in, ti e njëjta gjë është, po do jetë në Zoom. Kështu që nuk ka justifikime. Kaq i dua të gjithë, aty prezent. Ndiqet nga çdo vend i botës, është për çdo moshë. Është momenti që të zgjohemi, është momenti që të zgjedhim veten, është momenti që ta duam veten, është momenti që ta ndezim dritën në brendësinë tonë, se mjaft e zvogëluam dritën. Këtë dritë na i ka dhënë Zoti që ta mbajmë ndezur, këtu nuk na i ka dhënë rastësisht. Do dëgjojmë në vazhdim. Kaq për sot. Në çfarë qyteti jeton në Spanjë? Unë jetoj në Valencia prej 9 vitesh, thot Sajan Lemar. Ku jetojmë? Në çfarë qyteti të Spanjës jetojmë tani? Hajde, si t'ja vendosim këtë qytetit ku jetojmë, diçka ta bëjmë si spanjisht. Hajde gjejmë një kështu edhe ikim pastaj.
Mos na i kujto Spanjën, mos na i kujto. Më vjen mirë që duket pak se Spanja nga dritarja, po. No baby, no, nuk është Spanja, duket sa del në rrugë që është Spanja. Sa e bukur Sarandaville. Shumë e bukur. Fix. Jetojmë në qytetin e Spanjës, si quhet Sarandaville. Jetojmë në Sarand për momentin. Mendojmë që kjo është pak si më e përshtatshme për ne, që është edhe qetë, edhe ka pak cilësi jeta, edhe është më mirë, edhe mund të zhvillohemi edhe vajza. Por që momentalisht gjithmonë, se Shqipëria nuk ka qenë ndonjëherë vendi im, apo je ditë për të jetuar të qetë. Diçka, domethënë na ka ngacmuar vazhdimisht që nuk binim paqe. Në paqe ne gjithmonë kemi rënë kur kemi qenë larg, diku larg, sa më larg, mundësisht kur nuk dëgjonim asnjë shqiptar. Kishte raste më merrte malli ku dëgjoja shqiptar, shkoja ju flisja, sa më shkëmbenim dy fjalë thoja o bo, atëherë kuptoja pse isha larguar. Megjithatë, të merr malli, këtu ndihesh rehat në vendin tënd, ndihesh mirë, por ka shumë aspekte të tjera që ta bllokojnë zhvillimin tënd, edhe nuk ka të bëjë vetëm me zhvillimin, se sa ti ndonjëherë në jetë ke nevojë thjesht paqe, më të ekzistosh në paqe. Këtu jo, do ndodhi diçka, ka shumë potencial jeta e përditshme për të qenë shumë shpërthyese, edhe kur ti do të jesh shumë me qetë. Kështu që janë këto aspektet, po që bukur është, për momentin është shumë bukur, zjarr. Me që kemi energjinë zjarr në këtë vit, 2026 është zjarr. Pastaj 2027 në vazhdim, kismet shojmë nga do ikim. E di të gjitha, se ne jetuam në Spanjë dhe punuam, punuam me këtë aspekt, e di të gjitha për fëmijët me autizëm. E dim Vjenën, Austrinë, e dim Spanjën, e dim shumë gjëra, edhe suporti dhe mbështetja më e madhe kur ke financat, siç e kemi ne, se në aspektin financiar, faleminderit Zotit, e kemi mirë, dhe kjo që na mundson që t'i bëjmë disa rregulla vetë. Kur ti e kem aspektin financiar, ke mundësi t'i ofrosh fëmijës atë që ti do, dhe nuk futesh në këtë ciklin e matriksit, do me thënë do kesh kaqër terapi, do paraqitesh në këtë orë, do kesh këtë shkolla ti me fëmijët me nevoja ndryshe të veçanta andaj po këtë. Jo, unë doja që fëmija im të jetë një shkollë si gjithë të tjerët, doja që fëmija im të ketë terapi sa dua unë, kur dua unë, si dua unë, sipas intuitës time si nën, jo sipas rregullave që më jep një specialist që ka 5 diploma. Jo. Këtu ka të bëjmë shumë intuita ime si nën, sa diplomat e tua, me gjithë respekti që kam për terapistët. Kështu që kemi zgjedh terapinë e duhur, kemi zgjedh edukimin e duhur, mënyrën se si duam ne ta bëjmë jetën, jo të lidhemi me zinxhir. Stresi më i madh për një prind që ka fëmijë me autizëm është kur të vendosin orare për të kapur rregulla, të vendosin brenda një kutie, të thonë ti ke këto orar, këto rregulla duhet i ndjekësh në të kundërt çfarë ti mbytesh. Siç u mbytëm ne në një qendër këtu në Sarand para një viti. Ka kaq orare, 2 orë çdo ditë. Duhet i plotësosh, po si plotësove të ngelen borxh, duhet i paguash dhe kur nuk vjen, duhet. Fjala duhet për një prind që ka fëmijë me autizëm është too much, se unë mjaftu shumë e kam stresin aktual në shtëpi. Kështu që ne kemi zgjedhur më të mirën sipas intuitës dhe sipas vetdijes më të lartë që ne kemi në krahasim me çfarë shikojmë aty jashtë. Për momentin dhe për moshën që ka vajza. Në vazhdim, sigurisht që do ndjekim vendin dhe shtetin më të mirë, mundësinë e kemi me financa, me dokumenta, faleminderit Zotit. Për momentin shpirti im e ndihem të jetë këtu. Për momentin intuita më thotë që je në vendin e duhur këtu. Dhe unë jetoj momentin, nuk jetoj çfarë do ndodhin të ardhmen. Tani jemi këtu, japim maksimumin, marrim maksimumin nga jeta, të ecim para, shijojmë jetën. Do vjen nesërmja, nuk e di. Po nëse erdhi, prap do lidhem me intuitën dhe do e pyes. Çfarë të bëj, si të veproj? Ikëm, kalofshi mirë një ditë mbar, seminari, mos harroni seminarin. Futu te webi, regjistro, siguro vendin tënd, bileta premium janë vetëm 10, biletat standard janë vetëm 100. Kalofshi mirë, bye bye, shihemi nesër në 9:30. Shumë dashuri. Ti je dritë e Zotit. Ti je dritë e Zotit. Ti je mjaftueshëm kështu si je. Ti e meriton ta përmirësosh veten, ti e meriton të përqendrohesh te vetja, ti e meriton ta përqafosh veten, ta mbushësh veten me dashuri. Ti je shpirt i bukur. Ti je shpirt i bukur, edhe morë edhe konfirmim nga një bebi vogël. Kështu që fokusohet e vetja jote. Takojmë në datën 14 për ju që u regjistruat, jam shumë e lumtur edhe urime dhe suksese.
Ndërsa me ju të tjerët që jemi nesër.